Dhe i them që unë do t'i telefonoj atij të saj dhe ajo të kthente për në Shqipëri. Por unë bëra një gabim në Itali, sepse për shkaqe dokumentash dhe për një histori X që nuk mundem ta them, unë një shumë të konsiderueshme të pasurisë e shkruajta në emër të saj. Por gjithsesi, nuk dëshiroja as ato lekët, le t'i merrte. Në momentin që i bëj t'i jati telefon, i jati më kërcënon së bashku me 4 vëllezërit e saj dhe më vinë në Itali. Shkojnë e marrin vajzën nga zotëria edhe e sjellin tek unë. Unë isha i detyruar që ta mbaja, sepse vëllezërit e vajzës kanë një të kaluar të keqe. Kaluan 2 muaj, vazhdoi marrëdhënia mirë dhe unë mendova që ne të dy u rregulluam dhe hajt le ta harrojmë këtë gjën, ka bërë gabim. Pas 2 muajsh kjo iku përsëri tek pronari ku punonte, sepse kjo punë nuk e la kurrë, nga që nuk mundesh të rip atë. Atëherë unë përsëri telefonova atij dhe jati përsëri e solli në shtëpinë time. Ishte kërcënimi kundër drejt meje. Derisa ajo